A duhet muslimanët suni të jenë të bashkuar me shiat? Tu ka pas disa iniciativa, si me thonë, prej djetarve pak ma liberal, si thujnë, se i ndihmon kjo islamit. Një prej tjera është edhe Allah i mëshiroft doktor Jusuf El Kardavi, u gjenderuar. Po. Allah i mëshiroft, ka libra të përkthime shumë në gjuhën shqipe. Po. Thot unë këtat Saudis të produkshin pak si ekstremtët. Nuk i mirësin parasysh të shiat, a unë e mendushim që këtë janë një pjesë e islamit dhe duhet t'i afrëm. Edhe janë bërë disa seminare. Mirë po, në kohën e fundit të vërrejta që ka të djetarët e Arabisë Saudite kanë drejtë. Pse? Përshim thot në seminare, organizishim thot të bimet të ndryshme, konferencat të ndryshme. Çdo kundi ku shkojshim, sidomos në shtetet evropiane, qërshin thot ka një Husejniat. Xhamit të tyre janë Husejniat. Kur vike puna tek xhamit, thot, sidomos në Teheran, thot, nuk tolerojshin. Edhe në vendet shembull të Irakit ku janë pjesa e shiave, thot, edhe pas që nuk shkon me këta. Një prej tyre është edhe Mohamed Sibai. Dhe kjo është mundu ma thonë në logjika apo të kiasit t'ja afron çka t'jemi një umet, mirë por nuk ka pas herë për këtine dhe çdo herë ato kanë shiku punën e vetë dhe nuk janë marrë ta shohin këtë tërsinë e umetit islam. Qëse shohim edhe në Perandorinë Osmane, shteti Safevit, sultanat kanë marrë deri në pjesën e Vienës, janë detyruar të kthehen shkaku që janë sulmu prej brenda. Qëse shohim edhe në rastin e kohës Ibn Taymijes në të kohë, tërka qenë lufta për Kutsin, kanë marrën me Alhamdulillah. Jeramukallah. E vërejnë që i kanë marrën në jehudive. Pa jo që është më interesante, në qëfëse shef, folim në librat e shiheve, nuk kanë gjihad, nuk kanë luft të shetë. Është Humejni shembull që e ka bon këtë imametul faqih, vilayatul faqih. Thot nuk duhet të shizmi tjese vetëm se, si me thonë si sufizmi me një gjosh ati, të rish me një teqje, ose të izolohesh në të shpellën, mirë po duhet pa tjetër të kese edhe politikë.